Forca e Sigurisë së Kosovës aktualisht është në proces të transformimit në ushtri. Ky proces nisi në vitin 2018 pas miratimit të ndryshimeve ligjore dhe pritet të zgjasë 10 vite. Kosova me një popullsi prej 1.5 milion banor pritet të ketë më shumë se 7.500 ushtarë aktiv dhe rezervist, si dhe një forcë policore prej rreth 9.000 pjesëtarësh. Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur transformimin e FSK-s në ushtri që nga fillimi, por jo edhe NATO-ja, e cila këmbgulqe FSK-ja të përmbahet detyrave të saj origjinale, siç janë reagimi ndaj krizave ose mbrojtja civile. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës konfirmon për relin se të gjitha armët që Kosova ka blerë në 4 vitet e fundit janë në përputhje me standardet e NATO-s. Ato janë kryesisht armë të blera nga Shtetet e Bashkuara, Turqia, Gjermania dhe vende të tjera. Zëdhënësja Liri Dona Gashi nuk zbulon se sa është shpenzuar këtë vit për armatimin, por thekson se kjo qeveri ka investuar shumë fish më shumë se të kaluarat. Në shtator, FSK-ja ka pranuar dron të blerë nga Shtetet e Bashkuara, modeli RQ-20 Puma. Në gusht FSK-ja u pajis edhe me automjetet e blinduara të blera nga Shtetet e Bashkuara. Vitin e kaluar, ajo ka paraqitur kërkesë për të blerë edhe 200 raketa antitank Javelin dhe tani është në proces të pagesës. Kosova ka blerë po ashtu një flotë të dronëve turq Bayraktar në vitin 2023. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar se Kosova ka blerë dronët Bayraktar nga Turqia dhe do të vijojë të bëjë të njëjtën gjë, madje duke prodhuar edhe në vend. Në vitin 2018 nga SBA-ja në Kosovë kanë arritur edhe automjete ushtarake të tipit Humve. Qeveria e Kosovës asë kohë ka nënshkruar një kontratë me kompaninë amerikane AM General për blerjen e 51 automjeteve të këtij lloji. 2 vjet më vonë, Kosova ka blerë automjete të tjera ushtarake, po nga SBA-ja, ndërsa në vitin 2021 qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 automjete ASV të blinduara sigurie. Viteve të fundit, qeveria e Kosovës e ka rritur buxhetin për sektorin e mbrojtjes. Këtë vit, ky buxhet ka arritur në 207.8 milion euro. FSK-ja stërvitet vazhdimisht në bazat amerikane dhe europiane dhe gjithashtu merr pjesë në ushtrime shumë kombëshe si Defender Europe, që zhvillohet çdo vit. Në fund të vitit të kaluar, Kosova nënshkroi edhe një marrëveshje me Turqinë për të ndërtuar fabrikën e saj të parë të municioneve. Liri Dona Gashi nga Ministria e Mbrojtjes thotë se pritjet janë që ajo të funksionalizohet brenda 2 vitesh, ndërsa për bashkëpunimin ushtarak të shpallur në mars mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, ajo shprehet se aktualisht është duke u përpiluar plani i përbashkët i aktiviteteve. Megjithatë, rruga e Kosovës drejt NATO-s është ende e gjatë, me që 4 vendet e aleancës nuk e njohin shtetësinë e saj. Ish-ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Fatmir Mediu sugjeron krijimin e kapaciteteve të përbashkëta ushtarake. E vetmja mënyrë për t'i bërë ballë këtij lloji agresioni politik të Serbisë në bashkëpunim me Kinën dhe Rusinë është i ndërtojmë 3 elemente të rëndësishme: një deterancë ushtarake të vendeve të NATO-s në rajonin e Ballkanit, një deterancë politike për një analizë të përbashkët të çështjeve të sigurisë dhe një deterancë ekonomike. Këto janë të lidhura me njëra tjetrën, thekson Mediu. Duke ju referuar përvojës së vendeve baltike, Mediu e vlerëson nismën e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, me shpresën që ajo të ngrihet në një nivel më të avancuar. Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë, e cila ishte nikoqire e ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjes, njoftoi se në shtator të vitit 2025, udhëzuesi, i cili është në fazat e fundit të zhvillimit, do të paraqitet ministrive të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për miratim. Sa kaq, blerja e kapaciteteve mbrojtëse është detyrimi i parë nga deklarata e 3 vendeve. Sipas maqedoncit, qëllimi është të bëhet një porosi e vetme në vend të 3 porosive të ndara nga secili vend. Për shembull, për një sistem armësh për të cilin jemi të interesuar të 3 shtetet që ta blejmë nga SBA-ja, ta bëjmë porosinë si një blerje, duke shfrytëzuar legjislaturën e secilit vend, por që sasia dhe koha e liferimit të determinohet si e përbashkët, sepse prej SBA-s kur blen më shumë, kushton më lirë dhe vjen më shpejt, ka deklaruar Eyüp Maqedonci, ministri në detyrë i mbrojtjes në Kosovë.